Projekti Bulevardit të Palmave dhe Agrumeve është një projekt rehabilitues i cili dita ditës po merr formën finale, me punimet që po kryen për realizimin e tij, që janë futur tashmë në një fazë të rëndësishme edhe për shkak të vazhdimit të tyre me ritme tepër të kënaqshme nga firma e cila po realizon projektin në terren. Puna për realizimin e kësaj vepre madhore, siç po shihet edhe nga pamjet e filmuara nga televizioni 6+ Vlora gjatë kësaj të premteje, po vazhdon në disa fronte. Punojësit të cilët po realizojnë projektin në të gjithë gjatësinë e segmentit rrugor, që fillojnë prej kryqëzimit të shkollës Perla e duke vjuar më pas drejt bulevardit të qytetit. Ditët e fundit në kantierin e ndërtimit është shtuar edhe një front i ri pune, ku është momentalisht vëmendja e realizimit të punimeve. Firma po punon për rehabilitimin e kryqëzimit, i cili gjendet pranë gjimnazit Jo Publik Perla, por është edhe në realizë e disa segmenteve rrugore. Në këtë zonë është kryer tashmë i gjithë asfalti, teksa pritet që i gjithë kryqëzimi të mbushet me shtresat e nevojshme në brendësi të tij për të qenë gati më pas për asfaltim. Po kryen po ashtu matjet përkatëse që edhe ky kryqëzim të jetë pjesë e integruar e këtij projekti. Gjithashtu është parashikuar që të 4 segmentet rrugore që lidhen me këtë nyje të jenë në të njëjtën gjerësi, teksa është parashikuar edhe zgjerimi i rrugës në pjesët ku ka mundësi. Pjesë e këtij projekti që fillon prej kryqëzimit në fjalë e deri tek ish gjyqi i vjetër, pak nga pak po merr formën finale, duke të dhënë sot një imazh të qartë se si do të jetë ky projekt. Aty janë rehabilituar hapësirat e këmbësorëve, janë mbjell palmat dhe pjesët e gjelbëruara, teksa është rehabilituar po ashtu edhe segmenti rrugor. Po punohet për shtrimin e trotuarit të këmbësorëve e njëkohësisht vendosjen e të gjithë elementeve si ndriçimi, sinjalistika, kunetat kulluese të tjerë. Segmenti rrugor tashmë mund të thuhet se është bërë gati për asfaltim. Gjithashtu edhe në pjesën nga ish gjyqi i vjetër e deri tek kryqëzimi që të çon në drejtim të xhamisë së Plumbit, po punohet për rikonceptimin e hapësirave për të patur një projekt të unifikuar. Ajo se çfarë vjetre është fakti që ky projekt përfundon tek kryqëzimi i shkollës Perla, duke lënë më njanë një pjesë të rëndësishme të rrugës së qytetit. Rruga e cila përfundon në hyrje të qytetit do të mbetet në të njëjtën gjendje, teksa prej banorëve të zonës kërkohet që ky projekt të ketë vazhdimësi e të shtrihet edhe në këtë segment, duke ndryshuar edhe aty realitetin.